Rama jep dorëheqjen, qytetarët nuk dorëzohen sot mbledhen përsëri në ditën e 36 të protestës. Asnjë dorëzim në misionin në Shqipëri së Re deri në rrëzimin e këtij sistemi të vjetër politik dhe rrëzimin e qeverisë. Kështu shprehen aktivistët të cilët prej mbi një muaj vijojnë rezistencën popullore kundër kryeministit Edi Rama. Sot pritet të mbahet në orën 19 të Shqipërisë protesta e 36 masive, ku qytetarët do të grumbullohen sërish në shesh me kërkesën e panegociueshme për largimin e menjëhershëm të kreut të qeverisë. Paralelisht paradite u mbajt edhe tubimi, siç thamë në gjykatën penale të Tiranës. Koordinatorët e tubimit kanë bërë thirrje të forta të gjithë shqiptarë, jo vetëm atyre brenda kufive, por çdo cep i vendit, por dhe mbështetësve të shumë të diasporës që kanë udhëtuar drejt Tiranës që t'i bashkohen këtij marshimi vendimtar. Sipas planit të organizimit, grumbulli i parë i dalgës protestuesve do të nisë në sheshin Skënderbej, më pas marshimit do të zhvendoset drejt godinës kryeministrisë, aty ku do kulmohet revolta qytetare. Kërkesa kryesore e kësaj lëvizje të pashmangshme të pandalshme është të mbetet vetëm një rrëzimi e Edi Ramës. Organizatorët kanë bërë të qarta se sheshet nuk do braktisen dhe askush nuk do të riqet pasi deri në përmbushjen e plotë të këtij qëllimi. Përmes mesazhit të prerë dhe të qartë i erdhi fundi, qytetarët kanë ftuar të marrin pjesë masivisht në këtë përballje radhasi për treguar se legitimiteti i kësaj qeverie i ka ardhur fundi.